Qyteti i Pejës u trondit pas ditën e së martës, pasi në një vil u gjetën të vdekur 2 të rinj. Zëdhënësi i prokurorisë themelore në Pejë, Shkodran Nikçi, dha detaje mbi rastin. Sipas Nikçit, nuk janë konstatuar shenja dhune e as nuk janë gjetur armë në vendin e ngjarjes. Në vendin e ngjarjes janë siguruar prova që do të shërbejnë për veprime të mëtejshme dhe njëkohësisht personeli i këtij moteli janë identifikuar si dëshmitar të mundshëm. Trupat e pajet janë dërguar në IML për obduksion, derisa jemi në pritje të rezultateve preliminare të veprimeve hetimore dhe raportit të autopsisë, tha Nikçi. Ndërkohë, ai shtoi se rasti është duke u hetuar si vdekje e dyshimt. Është duke u trajtuar si vdekje e dyshimt pasi kemi 2 viktima. Besoj se raporti i autopsisë do t'i tregojë shkaqet e vdekjes dhe kjo më pas do të çelë rrugën për proces hetimor dhe të kuptojmë më shumë nga provat e grumbulluara në vendin e ngjarjes, siç është sekuestrimi i kamerave dhe njëkohësisht i telefonave. Opinionisti Ilir Deda foli në lidhje me zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke thënë se ka ndodhur një tërmet politik. Ai tha se këtu përfundon një epokë politike në Kosovë. Tërmet politik, kjo është çka ka ndodhur, një mend dhe i cili e përfundon një epokë politike në Kosovë. Asgjë nuk është më e njëjtë sa i përket politikës së Kosovës, partive politike dhe skrenës politike në Kosovë. Kaosi në të cilin e gjuan opozitën në rezultati zgjedhor i 28 dhjetorit nuk rikuperohet me lojra të brendshme politike me filozofi ekzistuese për mbjetesë të individëve të cilët janë në politikë.